Allahu Dhul Gjelal, kur e krijoi qiellin dhe tokën, i krijoi qiejt dhe i krijoi shtresat e tokës, i vnoi disa parametra, i vnoi disa rregulla. Bas ative rregullave funksionojnë gjërat në këtë dunja. Dhe kur i vendosi që gjërat të ecin bas asaj që ai don, i vizatoi disa vija në të cilën ja boni me dije botës, ja boni me dije krijesave se këto janë vijat e kuqe, këto janë ndalesat e mia, këto janë veprat të cilët i urrej, nuk i du, dhe as se si nuk ja toleroj vetës dhe nuk ja u toleroj juve. Njënën prej atyre sendeve që Allahu Dhul Gjelal ja ndaloj vetë vetës dhe ja ndaloj krijesave në mes veti, ishte padrejtësia. Allahu te bareke ve taala tha: inni harramtu dhulma ala nafsi. Në hadithin kutsi tha: o biri i Ademit, unë e kam ndalu padrejtësien për vetën time. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Dhe unë e kam bën padrejtësien të ndalume në mesin e juve dhe mos bëjni padrejtësi. Dhe kjo vlen për krejt kategorit e krijesave. Padrejtësia, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha edhe një dash apo një dele e cila i kam shut deles tjetër me padrejtësi, ditën e kiametit Allahu i krijon tu dijat edhe i thot asaj deles që ju ka bo padrejtësi, ja ka thit delja tjetër apo dashi tjetër brinën, kur i kam shu, thot merja hakin. Pse? Për ta realizue atë të cilën Allahu e ka premtu, atë të cilën Allahu e ka lajmëru, atë të cilën Allahu e ka vizatu, nga të vijat që them që janë ndalesat e Allahu Dhul Gjelal. Dhe ndalesat kategorizohen në kategori, dhe padrejtësit kategorizohen në kategori. Padrejtësia më e madhe, shka mund njeriu me bon jetën e vet, apo krijesat, është mi bon padrejtësi Allahut. Subhanallah, qish mundet mi bo padrejtësi Allahut? Allahu e shënoi Kurani Kerim tha: fe inna shirke le dhulmun adhim. Tha padrejtësia më e madhe që i bot Allahut, njeriu mi përshkru Allahut shok, mi përshkru Allahut ortak, mi përshkru Allahut rival. Kjo është padrejtësia më e madhe. Pastaj në kategorizim vën me radh padrejtësia që i bëhet pejgamberëve të Zotit apo Resulullahit në këtë rast. Që njerëzit të cilët flasin dëniherë nga krija të bon hajgare, të bosen, lenebe se kjo kështu, lenebe se ajo shtu, është padrejtësia që i bëhet Resulullahit. Kjo është kategoria e dytë. Pastaj padrejtësia është që të bëhet me laqeve. Ka njerëz të cilët flasin për me laqet dhe i etiketojnë me laqet me gjini. Thojnë është në formën e gruas heshme, është formën e vajzave të heshme, është në formën kështu, me laqet nuk kanë gjini, as janë bura, as janë gra. Nuk hajnë, as nuk pinë, vazhdimisht i bajnë adhurim Allahut. Po kjo nuk është tema jo. Pastaj është i bësh padrejtësi kitapit të Allahut, padrejtësi librit të Zotit apo librave të Zotit. Dhe më pastaj është padrejtësi me i bohe nga padrejtësit më të mëdhaja, me i bo padrejtësi prindërve. Me i bo padrejtësi prindërve. Me i bo padrejtësi nanës, me i bo padrejtësi babës. Për atë arsye ajetin që lexova pak para, Allahu i drejtohet njerëzve. I thot: wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Dhe Allahu ka pru vendim dhe e ka lënë testament
që ajo të jetë valid në mesin e njerëzve derisa të ekziston kjo dunja. En la ta'budu illa iyah, që mos të adhurohet askush tjetër pos Allahu Dhul Jalal. Dhe adhurimi të jetë vetëm për Zotin Dhul Jalal. Dhe nuk guxon adhurimin t'ia drejtosh kërkuina. Adhurim i bëhet vetëm Allahut, përkulje i bëhet vetëm Allahut. Në Qiyam i nejet vetëm Allahut. Edhe me ton dikush çuni minutë heshtje, mos u ço, se mu çun kom bëhet vetëm për Allahut. Edhe heshtja në namaz bëhet vetëm për Allahut. Edhe me ton dikush për ulu para pusit, para përmendorës, për ulu, mos u për ulu para kërkujt, për ulu vetëm para Allahu Dhul Jalal. Sa adhurimi i takon vetëm ati, për ulja, rukuja i takon vetëm ati, sejdja i takon vetëm ati, qiyami i takon vetëm ati, adhurimi i takon vetëm ati, pastaj shka tha? Wa bil walidaini ihsana. E kalon Allahu testament që mu sill, me u kujdes, me kon me vëmendje shumë të madhe se si jeton me prindërit, se si shoqëron ata, se si shërben ata, se si je në fazën kur ata nuk mujnë si jeti me ta. Dhe zullumi më i madh çka njerëzit mund të bojnë mas asaj që i cekëm nga zullumet edhe në padrejtësitë e mëdhaja, është me thonë se nanës i takon respekti një ditë në vit. Na jemi në prak të 8 marsit, që sot kanë muqu njerëzit kanë muqu me mashtru nanën me një ditë. Kanë muqu me bon diskriminimin më të madh në mesin e krijesave, që Allahu Gjelle Gjelalu e ka krahasu minherë mas adhurimit Zotit me respektin ndaj nanës edhe babës. Ato kanë muqu edhe kanë me ja përshkrujt një dit hak nanës. Ndoshta fëmijë kanë me qëllun dunja të cilët vitin komplet e ka kalu kur me nanën e vetë s'ka pas kur gjo, edhe ka me shku ka me bleni lule edhe ajo nuk është për një me, është ndresht në kin, prej materialeve më të këqija, edhe ka me jaqu nanës edhe ka me i thonë egzosh ditën e nanave 8 marsit. Erdhë një njeri të Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallami dhe i tha: Ja Rasulallah, o i dërguari Allahut, men e hakkun nasi bi husni sahabeti. Tha në jetën teme, kush është, ja Rasulallah, o i dërguari Allahut, kush është më meritor që unë të jem gata ti, të shërbej, të jem vazhdimish me ta? Tha muk, tha nana jote. Tha thumë me men, pastaj kush? Tha muk, tha nana jote. Pastaj tha thumë me men, pastaj kush? Tha muk, nana jote. 3 herë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po ja ban me dije djalit, po ja ban me dije personit, po ja ban me dije muslimanit, se haki nanës është shumë i madh. Tha thumë me men, pastaj kush? Tha thumë me ebuk, tha pastaj baba jot. Që me ja u bo me dije njerëzve se mosni, se atje është një rizik shumë i madh, mos ju afro asaj pune, mos e shkel drejtën e nanës. Dhe nana nuk përkujtohet njerën vjet, hamelet ke ummuke wahnan ala wahn, të ka bajt nana, tha Allahu Dhul Jalal, të ka bajt nana në barkin e saj, mundim bi mundim. Djetarë thënë mundim bi mundim, është të maje ditën, por edhe gjumin natën mës me e bon rahat për shkak se ti e ki shkelmu. Nuk e ki vetë hiq, kur tu ka hangër dishka, ja ki marrë në përmet zorës sendin më të mirë shka e ki pas qef. Nuk e ki vetë, a ka ajo sendit mjaftushme prej langjeve që i ka pi për vetë vetën e vetë, ja ki marrë hiq për e vetë. I e zhvillue duke e marrë shnetin e asaj në barkin e nanës. Wahnen ala wahn, munim bi munim, maltretim bi maltretim, rëndësi bi rëndësi. Për qatë të Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, në qovë se do pak, veç pak me hetue, lidhen i gur
që i ka 10 kg apo pak më shumë, lidhe mbark edhe maje nën mujdit me vetja, ma edhe me flet, edhe me ula, edhe me shku në toalet, edhe me bo sajgi, edhe me bo buk, edhe me shpërla, edhe me fshi, edhe me shku, edhe me prit burin, edhe me duru vjerin, edhe vjeran, edhe me i duru lafet, edhe me kon e poshtërsume. Që kjo është nana? Që kjo është nana? Provoje, këshire se si është muhabeti, raporti jëtë me nanën tana. Thirë si dul Bilal el-Habeshiju, tha haja al-gjihad, tha quni, tha edhe se Resulullah po thret ta me shku në luft, po thret Resulullah sallallahu alaihi wasallam burat me dal luft. Burat e asaj zamanit nuk ishin si burat tona që më shefën në për dimijat e grave. Kur u thirke me dal luft, veç ai që ishte i paralizum mos me dal. Këtë dilshin a gje se atje më shefët xheneti Allahut. Ert një djalosh i ri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ri. Kur e pa Resulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam se ki u ka hupnat uniformën ushtarake, edhe pyti tha, edhe ti tha ke orë, tha edhe unë ja Resulullah, tha e hajun walidak, a e ki mërë nanën gjallë, tha, a e ki bën e babën gjallë, tha po ja Resulullah, naam tha ja Resulullah, të rektuhuma jebkijan, tha më shumë, i lashta nana ishte të kajt. Kur cekët loti nanës, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i shimën dritat, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është në të fazën normale, kur e merr vesh se haki nanës është në pyetje, minherë Resulullah alaihi salatu wasallam intervenon. Tha ja Resulullah, e lash nanën, tha të kajt, e lash me lot nësi, tha irgji ilejhima, fa adhikhuma kema abkejtehuma, ktheu tha të nana jote, ktheu të baba jote, tha bani tha të jenë të gëzushëm ashtu si i ki mërzit, fa fihima fa gjahit, tha gjihadin, luftën, sevapin, gjennetin e ki, tha qatit e nana, qatit e baba, o ju rini, o ju vlezër, ai që e ka nanën gjallë, ai që e ka babën gjallë, e ka gjennetin qelë, e ka derën për gjennet qelë, në t'i moje sajgi, në t'kujdeset për ta, se ka shansa, dhe shansat janë të mëdhaja që ajo derë të mshelet. Dija vlerën deri sa është gjallë, se si të vdese mos se ki, nuk kthehet. Rinia po kanë qef me dal me gratë, nuk është ndalume, por mos e shkel nanën, mos e anashkalon nanën, po merë për veti po hanë restoranin më të mirë, e kur po vend të nana në të haje shka tjetë. Po i ban këtë qefet, dërsa të nana një lullën të të mars. Jo vlezër, tha wakfid leguma gjenaha dhull, tha edhe krahin e mëshirës të shtroje për toke, bënu bastoni asaj, wa kur rabbirhamhuma kema rabbejani saghira, tha edhe thuj o Allah, që kjo non, që ki bab, i cili kur isha une kur smishta me hec, ato më kanë mëshiru mu, më kanë këshirë mu, mundësoma edhe mu o Allah, që edhe une ti këshiri ata dhe mëshiroj, mosu nalvesh me shërbimin ndaj nanës, por edhe lutu për ta. Kurani Kerimi, tha wala taqul lahuma uff, po thot Kurani Kerimi, mos i thuaj as uff, që nuk e don Zoti tani nga goja jote as fjalën uff. Shërbeje nanën tande. E pitën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, qish me fitu xhennetin këtë dunja? Ku ta lipim xhennetin këtë dunja? Si ta arim të xhennetin këtë dunja? Tha xhenneti është e kam të nanës. Xhenneti është e kom të nanës. O ti cili ki hin Ramazan e ende nuk ki shku me pa nanën tande. A ka po ka. A ka që dikush han edhe 16 iftar e han sot, edhe ala nuk ka shku me pa nanën e vetë ka. Ka që dalin sabah, kthejen në akşam, prap del sabah, prap kthejet në akşam,
me dite, me jave, me muj, ndërsa nuk ka shku me e lip rizane nanës vetë, me apudh dorën e me apudh balin, e me e lip rizane Zotit ati. A ga hoq, a për një me rizaja e Zotit, knatësia e Zotit është e nana? Po, Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha, ridha Allah, knatësia Allahut, fi ridha l'walidein, është në knatësia në nanës edhe babës. Wa sakhat Allah, edhe idhrimi Zotit, edhe mallkimi Zotit, edhe katastrofa më e madhe që mund godet prej Zotit, është kur ta idhrësh nanën edhe babën. Çati ki me e gjetë idhrimin e Allahut. Për atë arsye se e ki gjallë, liperizan e Zotit në knatësien e nanës edhe babës. Shko, çdo e vlat e di se shka ka qef nana, çdo e vlat e di shka ka qef baba, shko i për qefi ati. Ashtu si të ka shku ajo për qefi ti. Cila non bëhët rahat mos të shohë e vladin e vetë. Cila non bëhët rahat të shohë e keq e vladin e vetë. Cila non qëtësot kurse ka e vladin pran vetit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte të hip nudbe ditën e gjuma, dhe këtu ta kuptojmë se që këtu ku gjindemi na në këtë muj, në këtë periudhë të Ramazanit, të muajit të shenjtë, të begat, Resulullah sallallahu alaihi wasallam sevapin e Ramazanit boni një krahasim, por jo ai me përzgjedhjen e vet, me përzgjedhjen e Zotit duke dërguar Xhebrailin. Erdhi shkalla e parë, edhe vendosi komën, tha: "O Muhammed." Kush? Xhebraili. Po i thot: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Tha: "Allahu po të bën selam dhe po lutet dhe të urdhnon me u lut." Tha: "I mallkum koft një njeri i cili e ka mri Ramazanin e s'ju kanë fal gjunahat." Subhanallah. Para mendoni krete kemi mri Ramazanin, po nuk po di ma kanë me na u fal gjunahat. Tha: "I mallkum koft, i largum nga mëshira e Zotit." Thuj, tha amin. Resulullah i tha amin. Për qatë hoxha kur hip atje shkalt, thot amin. Pse met prej asaj dite me thon amin, edhe hoxha duhet mu lut. Hatibi dhe imami kur t'i hipe ditën e gjuma duhet mu lut për ati cili e ka mri Ramazanin, edhe nuk ju kanë fal mëkatet, koft i largum nga mëshira e Zotit. Tha: "Thuj amin." Tha Resulullah i amin. Pastaj e vendosi komën nalt min herë krasili. Tha: "Ai i cili e ka nanën gjallë, e ka babën gjallë, edhe se ka fitu xhenetin në shërbimin e nanës edhe babës, kofta i largum tha nga xheneti i Zotit, i largum nga mëshira e Zotit, kofti mallkum." Thuj, tha amin. Tha amin. Dhe e treta, kur e vendosi komën te e treta, tha: "Thuj, tha amin." Për kanë, tha Xhibril? Për personin i cili e ka një emnin tan Muhammed, edhe nuk ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Thujni sallallahu alaihi wasallam. Krahasim i hatashëm, shumë i madh, i rrezikshëm. E para, Ramazani që e pret ti të të falën gjunahat e keq jetës, edhe nana, edhe baba, që do me thonë se sa është pesha e madhe e Ramazanit të Allahu, qaq është edhe pesha e madhe respektin ndaj nanës. Andaj, të jetë kjo apel, se nana nuk mashtrohet me 8 mars. Nana nuk diskriminohet me 8 mars. Nana duhet të respektohet, se diskriminimi bëhet veç kur çkesh ta shofsh edhe të mundosh ta mashtresh nanën edhe babën. Por shërbim i jetës 24/7 sa ti ish gjallë, derisa ta takojsh Allahun Dhul Xhelal, në qoftë se don Allahu me t'i fal kusuret, në qoftë se don ta takojsh Allahun të jetë Zoti razi me ta, në qoftë se don bereqet në jetën tënde, në qoftë se don evlat të këshirin ti dhe të respektojnë, në qoftë se don me të hec puna, në qoftë se bëhon në shërbimin e nanës edhe babës. Ki me pas ndryshim të madh në jetën tënde. Lusim Allahun Dhul Xhelal nanave tona, prindve ton, babalarve ton, Allahu kusura ta fe makfirat ja uban ya Rabbi. Ne lusim Allahun Xhelashanu ative, Allahu shëndet ju dhuron ya Rabbi. Ato që kanë shku për në ahiret, Allahu kusuret t'ja fale dhe banor xhenetit ja mundsoje të jenë ya Rabbi. Ne lusim Allahun rinien ton në Islam të udhëzon, plegjëve ton t'i jepi mërgjat shëndet plot, të smuntit t'i shëron, të burgosurit pa fajshëm t'i liron, të idhrund me zvete t'i pajton, ato që janë në telashe, në gajle, në derte,
kanë hinë borxhe, kanë hinë kredite. Allah nga kjo bela dhe belajat e shumta të jetës t'i shpëton. Jannatul Firdausin nasib na i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullahu li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.